forma ka ndryshu, mirë po rrugët ekzistojnë dhe për këtë arsye ne duhet jemi në mbikëqyrje tyne gjithmonë. Zotëri Elçani, në zonën veriore, ekipi Kallëzopikom ka pa dhe ka filmu disa kamion dhe disa automjete tjera duke zhvillu ose duke qarkullu ilegalisht. Fillimisht po më intereson me ditë çka bartin kryesisht këto makina kur bëhet kjo formë e qarkullimit. Bartë ata që kanë zanë qaj mjetë transportues. Nësë është kamionet, atëhere varet gjona ushqimore. Nëse është gjip i madh me një gepek të madh, me një bagazh, atëherë ka mundësi barna, që është mas shumë të gjona ushqimore edhe barna. Mirë po nuk përjashtohet asgjë tjetër. Mirë po në fillim nëse krahasojmë vitin 2022, kur kemi ardhur 2023, me vitin 2025, qarkullimi është shumë i vogël, me krahasu me numër kështu, sepse rrugët ilegale thuja që gjitha kontrollohen nga ana jonë, mirë po ka raste të tilla kur ata qarkullojnë, mirë po njëherë verifikojnë rrugën, shikojnë për atë arsye ka mundësi edhe me pas më shumë automjete që ju shihni, nëse keni pa. Nëse na i kemi filmu këto automjete, a e dini, a keni arrit me identifiku të paktën edhe çka keni gjetë ta? Ne konsiderojmë që janë grupe të caktuara të cilat merren me kontraband, krimi nuk ka etni në këtë vend, që sa me ditë që në veri të vendit është një bashkëpunim shumë i mirë i vendeve i njerëzve që merren me krim. Sidoqoftë kemi pas mjaft raste ku ne i kemi ndalu këta persona, po nuk do të thotë që është ndalu për gjithmonë, më thonë ka vazhdimsi, ka qarkullime. Kështu që ato që e thash, gjona ushqimore, barna, gjona të shtrenjta që mish, që ma të shtrenjta në atë formë. A mundeni ju me ditë sa rrugë të tilla janë që shfrytëzohen aktualisht pe këtyre grupeve apo njerëzve për me bo qarkullim qoftë të gjanave ushqimore në formë ilegale? Nuk ka tash shumë rrugë, mirë po veriu i vendit është i ka pas 2 rrugë dhe i ka 2 rrugë legale, 2 pika kufitare që është Bornjoko i Jarinja dhe 64 rrugë ilegale. Prej tyre janë diku një 7 asfalt, deri në pikën kufitare në asfalt. Mandej ka dhe rrugë tjera të cilat janë të qarkullueshme nëse mjetet e tilla e lejojnë, si për shembull gjipa apo gjona tjera të cilat ka mundësi mos me prek shumë që me mujt me dalë. Zotëri Elçani, a keni arritë ende me identifiku grupet aktualisht të cilët janë të funksionuar me kontrabandë? Kemi njerëz të cilët i njohim si pjesë të grupit, ka pas persona të cilët janë fut në burg, kanë met në burg në qendër të paraburgimit për një kohë caktuar, kanë dalë, janë dënu, i nxojmë apet, në këtë formë jemi të vazhduar me ta. Në një rast fundit po zëm që patëm ishte mbram, ku i kemi ndalu prej 6 automjeteve se 2 ju kanë ikë për lexë, 4 prej tyre janë ndalu, kanë pas mallna, farmerka, mish, gjona ushqimore dhe gjitha tjera të cilat kanë vlerë. Ato janë arrestu 6 persona, krejt malli dhe veturat që janë ndalu mbram janë dërgu në dogan, përpjekjet tona janë me dëshmu para prokurorit edhe para doganës që vlera mallit edhe gjitha këto tjerat e arsyetojnë edhe krejt konfiskimin e veturës, se na jemi të interesuar që ato vetura që i nxojmë mos mi pa mund qarkullim edhe me u konfisku. Nëse ju e përmendet që i keni arrestu 6 persona, po a i keni identifiku edhe të kaluarën e tyra, janë marrë apo merren vazhdimisht? Janë procedura standarde të cilat punohen. Në momentin që ne kemi ndalu PZ, procedura është e tillë që ne njoftojmë prokurorin, tregojmë që është kontraband me mallna, mandej nëse mujë me dëshmu kalimin ilegal, e kalume kriminale gjithsesi që hynë aty sepse prokurorit ose prokurores i intereson edhe neve, na intereson a ka të kalume kriminale ajo, shumica janë me të kalume sepse janë përsërica, mirë po kjo për neve ka pak rëndësi, për neve është më rëndësi me dëshmu rastin si rast para prokurorit, që mandej prokurori me pas dëshmi për në gjykatë. Zotëri Elçani, a keni mbikëqyrje të themi totale të zonës së veriut në këtë aspekt, po më intereson sepse ende, pra po flasim ende për kontraband, një prej veprimtarive që është bo në të kaluarën, po vazhdon ende. Sa e keni mbikëqyrjen e këtyre zonave që nuk janë zona zyrtare, po flas kufin zyrtar? Me sqaru kështu, do shta ma thjesht për publikun, është që 2 pika kufitare kanë qenë aty, 64 rrugë ilegale, për tyre 7, 8, 9 rrugë me asfalt. Që të thëtë forma ka ndryshu,
Mirë po rrugët ekzistojnë dhe për këtë arsye ne duhet jemi në mbikëqyrje tyne gjithmonë. Derisa në të kalumen ka hy kamioni me cisternë të naftit për pikën kufitare në Bardhnjak ose në Jarinje, ai ka hy ashtu dhe ka dalë në rrugën me asfalt përsëri për në Serbi, sepse ka minus 30% tatimin edhe ka morë kashit apet atje. Kështu që është legalizuar një gjë ilegale me qujtë. Derisa është bomë ndoshta me miliona qarkullimin atë kohë, tash është zbrit një shumë të vogël, konsiderojmë që të vogël, edhe rrugët ende përdoren. Ne jemi në kontroll të kufirit, jo 100%, kur nuk është 100%, mirë po mundohemi që të jemi çdo kund. Deri tani kemi qenë mjaft suksesshëm, nuk do të thotë që ne do të ndalemi në punën tonë e as kriminal në punën e tyre. Kështu që është një punë që vazhdon. Shikues të nderuar, kemi transmetuar një reportazh i cili na dëshmon që rrjetet e kontrabandës vazhdojnë të synojnë të marrin territor dhe hapësirë në veriun e Kosovës. Disa prej kontrabandistëve tash janë të arrestuar. Normalisht kontrabanda luftohet vetëm me bashkëpunim qytetar, andaj është mjaft e rëndësishme që ju në vazhdimsi me na raportuar në kallzo.com për raste të tilla. Sonte, bashkë me këtë reportazh, do të transmetojmë edhe dokumentarin për ndikimin e dezinformatës ndërretnike në Kosovë, një dokumentar i zhvilluar në kuadër të programit Midwatch. Po ju ftoj me ndjek premierën e këtij dokumentari.